Polonia do të përballet me Shqipërinë në datën 26 mars në ndeshjen e vlefshme për gjysmëfinalen e play-offit të botrorit. Ekipi që do të fitojë do të përballet në finale me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi, ndërkohë si në Shqipëri, ashtu edhe në Poloni, ambienti po zien për një futbollist ku të gjithë e kërkojnë në ekip dhe janë kthyer kundër trajnerit. Në vendin ton, kjo po ndodh me Ernest Muçin, i cili është kthyer në eroj në Trabzonsporit dhe po zhvillon performanca të jashtëzakonshme. Nga krau tjetër, në Poloni janë të dashuruar marrëzisht pas 17 vjeçarit të Portos, Oskar Pieczewski. Ky talent i madh është rritur në Poloni, te Jagiellonia dhe tani po shpërthet në Portugali, teksa dje ka realizuar një gol në ndeshjen Benfica Porto. Për specialistët e futbollit, 17 vjeçari Oskar do të jetë një prej atyre lojtarëve të shumt që dalin nga Porto dhe më pas i bashkohen ekipeve si Real Madridi, Barcelona apo Manchester City. Të gjithë janë të sigurt se ky talent është një yll i madh i futbollit, por jo trajneri i Polonisë. Duke parë moshën e vogël, vetëm 17 vjeç, aktualisht tekniku i polakëve është kundër këtij afrimi. Mediat polake kanë raportuar se Oskar nuk është pjesë e planeve të kombëtares për ndeshjen me Shqipërinë, megjithëse ngelet të shihet deri në fund nëse do të ndryshojnë planet. Komentatori dhe gazetari i njohur në Poloni, Mateusz Borek, e ka komentuar me shumë nënvlerësim ndeshjen me Shqipërinë. Për mua është një ndeshje kyçe ku Oskar mund të vijë në skuadër. Nëse më pyesni mua personalisht, Benfica që i shënoi gol me Porton është një ekip shumë më i mirë se Shqipëria. Do të jemi në një stadium të ngrohtë, të sërmbushur, ku do të dominojmë dhe Oskar do të tregonte veten mirë, tha gazetari polak. Pra në kryefjalën e gazetarit polak, Benfica është një ekip shumë më i mirë se gjithë kombëtarja e Shqipërisë. Sigurisht që edhe Benfica nuk mund të quhet një ekip i dobët, por kurse si, më i mirë se gjithë ekipi i Shqipërisë, kur lojtarët tanë janë në shumicë në Serie A, por gjithashtu gjenden edhe në Premier League apo edhe në Turqi.